vje budalla, sa nuk e di nga e nisi, nuk e di nga e nisi. A kujtohet që kam thënë, më duke se ky mua më njeh? Po. Super. Shkoj dhe i them produksionit, thash nuk e di, po ky po më jep ca direktiva, që i thash, ky ju lutem siguroni ja më njeh, sepse unë nuk e njoh. Po, të njeh. Prit. Po bëjmë prit. Dhe ky më thot mua, u larmon ato në rregull puna ime. Dhe ky më thoshte unë jam verior dhe unë me ty jam më afër se sa ti ta mendosh. Dhe unë e pyes 5 herë. Kujtohet që i thoya unë e pyes dhe ky më inviton. Që dita një. Bravo. Kur ka ra muhabeti, ky më tha djali im e ka emrin Xhulio, është 2 vjeç. Okej, kaq. Filloi sot muhabet, tha mua na tregoti si vishësh ti me 10.000 euro, se ty të opozita, se ti kështu thash ma tregoti, tha çfarë punë bën ti, tha se një rrok tha merr 300.000 lekë rrok. I thash unë jam ma tregoti, thash unë sa punë bëj. Thash unë tregoj, thash unë si unë po që kam vendosur në propozita të vështira për familjen time që unë s'pas kam dashme i dal përballë. Tha mua jo, tha ti më trego. Unë jam trego, tha se unë mendoj tha që këtë mënyrë jetese ta duhet kesh ta një të dashur ta mbi 40 vjeç. Tha një sugar daddy. I thash unë mos, tha ti ta njeh shumë mirë, tha ti e di tha se si vjen ky te digjitali dhe thotë mua të kujtohet tha si të kam thënë tha emrin e çunit. Jo, i them ku jeton ti? Tha çfarë vendi? Kod Londër. Thotë mua këtu. Thotë mua të kujtohet tha si ka emrin çuni? Thash unë Xhulio. Jo, tha çunin tha e ka Merlon. I thash unë, okej. Tha më të kujtohet, tha sa vjeç kam thënë, thash unë 2 vjeç e gjysmë duket. Jo, tha çuni më është 3 vjeç, tha. E thash unë, thash unë me jetë. Tha më kë kisha ti në Londër, e thash unë teze. Unë, La La Land unë. Pa, me drejt. Tha mua, si ka emrin ka fëmijë teze, thash unë po një gocë. Tha si ka emrin goca? Thash unë si Ana, thash ka dhe një beb të barku. Unë t'i dërgua atë historinë e familjes. Tha mua, sa vjeç tha, një sekond, sa vjeç tha është tha goca? I thash unë 3 vjeç. Jo, do bjege. Dhe kur më pyet kështu, unë e di ti mendjen time, unë kujtohem që një ditë muhabet me tezën time, thotë kam qenë te parku Kondilorave dhe goca tuke los gjej një shqiptare. Shqiptare me shqiptare, po ti shqiptare dhe unë shqiptare, u bëm tha aty ajo nga Laçi, tha e ka çunin 3 vjeç, e rrin goca me Merlonin, do Merloni gruaja këtij. Çot ky, unë tha të njoh shumë mirë, ty tha ti tha ke tha sugar daddy, sepse ti tha një rrok balerin tha është ta 300.000 lekë, tha se nusja ime tha është ta shumë shoqe me tezën tate në Angli, dhe tha të gjitha dimta që ti nuk e bër karantinë si të gjithë to tha, po ke pas telefonin deri në moment fundit të Big Brother. I thash ti djali dashur do mbash përgjegjësi për shpifje. I thash për këto kërcënime, i thash unë që ti po i thotë ke Big Brother që unë s'pas kam pas politikat e njëjta me të gjithë banorët tu. I thanë ato kujdes mikrofonin. I thash unë edhe për të gjitha epitetet që më ke vënë. I thash se për familjen time, i thash nuk e gojt flasësh dhe imazhin tim tha aty tha ka portale plota e din tha se kush je ti. I thash unë ti Xhaxhi Gerti, thash unë mos ta njihja veten time dhe mos kisha qenë e pastër, nuk e kisha marr guximin me hyrje në një eksperiencë të këtij lloji, që do deli dhe a ke dhëmballën e fundit apo jo. I thash unë po ti për gjitha